Mirëmëngjes, ashtu siç ju kemi njoftuar, sot kemi ardhur me ekskursionin ton të parë me kampin veror për këtë vit. Kemi ardhur në Golem tek Pishat e Buta. Gjithashtu, njoftoj të gjithë prindrit që janë të regjistruar në të gjitha programet e tjera, në ciklin qerë dhe kopsh parashkollor dhe programin e studimit passhkollor dhe kurset profesionale që mësimi vazhdon normalisht. Institucioni është i hapur dhe të gjithë nxënësit do të paraqiten sipas orareve zyrtare që kanë. Për të na ndjekur minut pas minuti me aktivitetet nga ky super ekskursion sot, mund të na ndiqni në faqen zyrtare Kurset Time Center. Gjithashtu, të gjitha aktivitetet mund t'i ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ju rikujtoj që po vazhdojmë regjistrimet për të gjitha ciklet dhe programet tona të studimit. Po vazhdojmë regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, artim, sport e meral. Po vazhdojmë me kampin veror i cili ka nisur nga 1 qershori dhe përfundon në 31 gusht. Ky është ekskursioni i parë. Super surpriza dhe super ekskursione na presin. Jemi Time Center, jemi ëndra me bukur. Kujdes, cilësia dhe standardi bëjnë diferencën. Vizioni na diferencon. Të mësosh kur nuk është vonë. Ju urojmë një ditë të mbarë.